Jemi këtu me Greg Gibsonin. Coach Greg, very tough game, very intense game. You were ahead. You had a 12 points lead, and then Trepča came back. They equalized. What was the highlight of this game? Well, I thought our poise. We were really poised in situations. We didn't get rattled when Trepča did come back into the game. You know, every time they made a run, we had an answer. It wasn't pretty by all means, a lot of things to work on, but definitely a big win to start the season on the road. Thank you very much. Thank you, thank you. Pra, ajo që e tha trajneri Greg Gibson është se kemi pasur përgjigje në çdo sulm dhe në çdo ofenziv të cilën e ka bërë Trepča. Kemi pasur, na kanë munguar disa lojtarë, tha trajneri Greg Gibson, mirë po është i kënaqur me mënyrën se si janë përgjegjur në ofenzivat dhe sulmet kundër sulmet e Trepçës, e cila në një moment edhe arriti që të barazon rezultatin, sidoqoftë ajo që kemi pas sonte me të vërtet për Go plus Peën është një plus i madh. Një lojë, një ekip shumë mirë e komponuar, një trajner i cili po din se çka po lyp për lojtarëve të tij, ndërsa ajo që na ka fascinuar sonte ka qenë me të vërtet Dardan Berisha, veterani 37 vjeçari i cili ishte lideri i skuadrës së vet, dhe tani do ta kemi edhe trajnerin Adis Beqiragiqin së shpejti.